Përshëndetje të gjithëve. Ju uroj mirëseardhje në këtë ceremoni të 35 vjetorit të themelimit të DEG-son, Partisë Demokratike Dega Sarandë. Është një nder dhe privilegj për mua si kryetari i forumit rinor që të ndaj këto emocione sot me ju. 35 vite më parë, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, burrat më të rima dhe ndoshta intelektualët më të spikatur arritën të vrasin frikën, të thyejnë heshtjen dhe të formojnë forcën e parë opozitare në Shqipëri. Natyrisht ky udhëtim ka qenë shumë i vështirë dhe me sfida të mëdha. Prandaj që nga ajo ditë deri sot partia jonë, edhe pse ka qeverisur vendin dhe ka qenë një nga qeverit ndoshta më të mira në historikun post-komunizëm, realisht sot ndodhet një ditë të vështirë dhe t'ju shikoj juve të gjithë të mbledhur këtu për mua është një kënaqësi e pamasë. Forumi rinor i Partisë Demokratike si partinitet kryesor i PD-s është këtu jo thjesht për të kujtuar një datë historike dhe një datë të veçantë, por për të luftuar, për të vepruar në tepër, përveç fjalëve, për të sakrifikuar që forcën tonë politike mos ta lëmë më thjesht një zë të fortë opozitar, siç kemi bërë në vitet e fundit, por ta kthejmë në një alternativë të vërtet pushteti. Prandaj, le të jetë kjo mbrëmje sot në këtë sallë, që të jetë si një betim solemn që të marrim një përgjegjësi ne të vim të gjithë më të bashkuar, më të fortë dhe të sakrifikojmë deri në zhdukjen përfundimtare të Edi Ramës. Për të kthyer edhe një herë dhe për të kuptuar disi më pranë ato emocionet e themelimit të tegës tonë, unë kam kënaqësinë që të ftoj një figurë jo vetëm historike, por një personalitet, një nga themeluesit e tegës tonë, arkitektin e shumë fushatave tona, dhe pres me një duat rokitjet fort nga ju zotin Gogo Kolajqi. Në vërmar të gjithë, kam kënaqësinë e veçantë që si një nga të parë e krijimit të Partisë Demokratike Dega Sarandë të përshëndes të gjithë këta demokratë që kanë ardhur sot këtu dhe të gjithë demokratët e Sarandës. Ne si Parti Demokratike u krijuam nga njerëz të guximshëm, intelektual shumë të zotët dhe të vendosur, të cilët ata që e themeluan as kanë devijuar as nga programi, as nga aktivitetet, po edhe sot janë këtu. Prandaj, unë i përshëndes në emër tuaj të gjithë ata që kanë kontribuar kaq shumë për degën e Partisë Demokratike. Ne s'është se nuk kemi qenë pushtet. Ne pushtetin mendor e kemi qeverisur 16 vjet bashki. Dhe Këshilli i Rrethit e kemi qeverisur 8 vjet, aq sa ishte. Mbasi u shkri. Dhe unë kam parë intelektual, profesionistë të degës së Partisë Demokratike që kanë qeverisur mjaft mirë, shumë mirë. Dhe ne jemi të zotë. Pse jemi të zotë? Pas 97-ës, imagjinoni 97-a kishte një rebelim kundër Partisë Demokratike ishte, u shkatrua dhe prona, u goditën dhe njerëzit. Por, pas 97-ës u organizuan zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet parlamentare ne kemi kryer në gjithë demokratët. Në dega Partisë Demokratike në Sarandë ka kryer një nga fushatat më të mira, duke dalë balotazh
me kandidatin potencial të Partisë Socialiste Gramoz Ruçin. Pra donë në balotazh. Dhe në balotazh na e kanë marrë me disa vota. E dorëzuan vetë sepse nuk donim të përballeshim me grupet e armatosur. Por ne kemi intelektualët më të mirë. Kemi profesionistët më të mirë. Me sot kush janë profesionistët më të mirë në shtetin e ekonomisë. Janë të demokratë. Mua më bëhet shumë kefi që sot janë shumë njerëz. Pra janë bashkuar dhe ne jemi bashkuar. Unë do të përfundoj me një thirrje. Objektivi është të ndreqim vendin tonë, të ndreqim Shqipërinë. E Shqipëria ndreqet nga njerëz të bindur, të vendosur, të mençur dhe parimor. Dhe neve përpara kemi shumë punë për të bërë dhe unë angazhohem që bashkë me të gjithë strukturat e Partisë Demokratike dhe të gjithë njerëzit e Partisë Demokratike do të punojmë me qëllim që të bëjmë ndryshimin, se si thot një proverb bibelino që nuk ndërrohen qepe. Qepe duhet të ndryshojnë. Kam kënaqësinë dua t'i jap fjalën një gruaje të nderuar, vazhdimësisë, energjisë dhe përkushtimit aktual të degës së Partisë Demokratike Degës Saran, në kryetaren zonën Anila Lejmon. Simpatizant të Partisë Demokratike Saran, të nderuar të ftuar. Ndihem shumë e nderuar dhe e privilegjuar që më jepet mundësia të flas përpara jush në ditëlindjen e 35 të familjes sonë politike. Nuk ka qenë e lehtë. Nuk kanë qenë kushte dhe rrethana normale ato të janarit të vitit 1991, kur ngritën burra dhe gra trima të rinj dhe të reja, të cilët sfiduan frikën dhe terrorin komunist, u ngarkuan dhe krijuan degën e Partisë Demokratike në Saran. Sikudo në Shqipëri, regjimi komunist ishte jashtëzakonisht i egër dhe nuk dorëzohej as në momentet e tij të fundit. Unë jam e re dhe në ato kohë kam qenë fëmijë, por jam e bindur se ato ishin ditë kur po shkruhej historia. Prandaj sot kemi detyrimin moral të nderojmë dhe respektojmë më të madh dhe mirënjohjen më të thellë, duke u përkullur para të gjithë atyre që krijuan dhe mbajtën gjallë degën tonë në Partinë Demokratike Saran. Kanë kaluar 35 vite që atëherë dhe Partia Demokratike ka qenë herë forcë qeverisëse, herë forcë kryesore opozitare e vendit. Sot, për fat të keq, ndodhemi në opozit. Në mandatin e 4 të Edi Ramës, jo vetëm që jemi në opozit, por jemi edhe më të rrudhur në forcë dhe në numra për të sfiduar një regjim që çdo ditë dëmton demokracinë, shtetin e së drejtës dhe shpresën e qytetarëve. Por Partia Demokratike nuk është krijuar për të qëndruar në opozit. Ajo është krijuar për të qeverisur Shqipërinë, është krijuar si një forcë me vlera konservatore evropiane dhe perëndimore, ku familja, prona, liria dhe ateun janë themeli i vizionit ton politik. Pikërisht për këtë arsye, sot më shumë se kur duhet të ngrihemi në lartësinë e sfidave që na kërkon koha për të përballur me këtë regjim dhe për ta larguar atë nga pushteti. Ne duhet të vazhdojmë të denoncojmë padrejtësinë, ne duhet të vazhdojmë të protestojmë, por mbi të gjitha ne duhet të rindërtojmë besimin dhe shpresën. Partia Demokratike ka nevojë për hapjen e menjëhershme ndaj vlerave më të mira njerëzore që mbar shoqëria jonë, dhe jo vetëm ndaj atyre me bindje të djathta konservatore, por ndaj gjithë shqiptarëve që duan të bashkohen për të shpëtuar Shqipërinë. Duhet të hapemi ndaj të rinjve dhe të rejave, sepse ata janë e ardhmja, ata janë energjia, guximi, vizioni për të ndërtuar një Shqipëri ndryshe. E ardhmja e Shqipërisë duhet të jetë në një vend ku të rinjt nuk largohen, por qëndrojnë për të ndërtuar jetën e tyre. Një vend kur puna shpërblehet, ku ligji është i barabartë për të gjithë, ku familjet jetojnë me dinjitet dhe ku fëmijët tanë kanë arsye për të ndëruar. Kjo është Shqipëria për të cilën ne duhet të luftojmë çdo ditë. Të gjithë bashkë duhet të angazhohemi për ta bërë vendin tonë më të drejtë, më të zhvilluar, të jetueshëm për brezat që vijnë. Ky është misioni ynë dhe kjo është përgjegjësia jonë historike. Ju falenderit. Urime të gjithë demokratëve për këtë veprim.
Tani më lejoni të jap fjalën drejtuesit të forcës tonë politike, kryetarit aktual zotit Shpëtim Ahmeti, njeriu që po drejton familjen tonë politike me një kohë shumë të vështirë, por ndoshta rendimtare. Përshëndetje të gjithëve. Milione përpullje me respektin më të thellë për gjithë demokratët, qendrëstarët, kontributorët e Partisë Demokratike, sidomos për ju që jeni të gjithë këtu brenda. Faleminderit që u bët pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Të nderuar pranishë, e nderuar zonja Zhupa, drejtuese politike e Partisë Demokratike Saram, Timit, Polispol dhe Dervin. Përshëndetje për çdo demokrat e demokratës demokrat, çdo kontribut i Partisë Demokratike në këto 35 vite. Faleminderit për secili prej jush që keni ardhur për të organizuar e festuar së bashku ditëlindjen 35 të dekës së Partisë Demokratike. Si sot 35 vite më parë, në 12 janar të vitit 1991, në sheshin përpara ish Komiteti i Partisë së Punës së Rrethit Saranës, u mbushën qytetarët më kurajos të Saranës. Është e thjeshtë të thuar sot, por ishte e vështirë vrasja e Afrikës të mbiheshin atëherë, në mitingun e para 45 vite të diktaturës më të egër me qëllimin e madh e të qartë për të shpallur themelimin e dekës Partisë Demokratike Saranës, që konsideroi e lidhur nga atë kohë fort me pushtetin Hoxhis, i ishte kthyer në shtetin e Tela me Gjemba. Kujtojmë sot gratë e burra, djemë dhe vajza Sarandiot, që si duan atë krim dhe thyen mitin, më të vetë me rarë që kishin dorë ishte antikomunizmi tire. Edhe sot pas 35 vite koha nuk ka të behu. Asgjë nga vlerësimi tyre si njerë të kudimshëm, të kurajo dhe me bindje të palu kundur për të bërë pjesë e uragani kombëtar për të përmbysur regjimin komunist. Është e vërtet që fara nga kriminalet sigurimit të shtetit ishin ato ditë dhe vitet me pamallon në përkëmbë, por populli thot një fjalë të urtë. Pisha kur është në frimin e fundit 5 metrë buar. Kjo vërtetua dhe ditën kur në Saranë ju bashkuan hartët e pluralizmit politik shqiptarët, gjithë qytetarët e Saranës. Pa përfunduar mitingu, që edhe populli i Saranës ka mbetur në historinë u desh përballje të leshjes me qytetarët anti-regjim, pasi diktatura hoxhiste kishte dërguar trupa për të ngjallur frikë mbi qytetarët dhe jetur për liri e demokraci. Pas 35 vitesh është 35 herë me i lartë sot për respekti, një njohja jonë për çdo qytetar sarandiot që mori pjesë në atë miting historik të 12 janarit 1991. Respekti mi njohje çdo demokrat e demokrat që u bën kontribut në 35 vite të ekzistencës së PD-s. Mi njohje pa e viteve të vështira të vitit 1997-2005, ku me shumë sakrifis, u ruajt pluralizmin në Shqipëri, u mbajt në këmbë dhe e paqëndzuar Partia Demokratike. Minjoj dhe respekt. Respojmë për të gjithë, ata demokratë qendrëstarë të vitet 2013 dhe i sot, që i kanë bërë balë shantazheve, i kanë refuzuar shitjet e blerëve që nuk kanë munguar nga narkoshtetit. Gëzuar miqe modra vëllezër, luftëtarët ideale për shumë vjetë ditëlindjen të historike të Partisë Demokratike Saranës. Rros Partia Demokratike, rroshin demokratët e të pakonventuar të Saranës, rros demokracia, rros Shqipëria, gëzuar, për shumë vjetë gëzuar. Tani ju ftoj të ndjekim një video të gjithë këtij rrugëtimi të Partisë Demokratike në Saranë, të gjithë ish-kryetarët e saj, të gjithë kontributorët. Dhe për këtë video, dua të falenderoj në veçanti deputeten zonja Ina Zhupa, që kontaktoi me shumë televizione në Shqipëri dhe me arkiva të mundshme për ta mundësuar se ishte shumë e vështirë nga viti 2000.
kam nderin që të ftoj zërin ton dhe të gjithë kësaj zone shpresën ton, zërin më të fuqishëm në parlament, deklaruar deputet e zonë. Ina Zhupa. Përshëndetje nderuar demokrat, është kënaqësi e veçantë që shikoj këtë sallë sot të mbushur plot. Të dashur demokrat, nderuar kryetar zoti Shqipëti Mahmeti, nderuar nënkryetare zonja Amira Limoni, nderuar kandidat zonja Matilda Shurku dhe zoti Skënder Muço, nderuar themelus dhe nderuar zoti Gogo Kolazhi, nderuar kryetar i forumit Sandro Çobani, kryetarja e lidhjes gruas dhe të gjithë të ftuar. Teksa po shikoja këtë video, e kuptova edhe një herë se sa krenar duhet jemi për historinë e Partisë Demokratike, sa krenar duhet jemi për kontributin e atyre që ishin para nesh. Është emocionuese të shikosh pamjet e ish kryetarëve dhe sot në sallë kemi jo vetëm kryetarin, por kemi edhe ish kryetar. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë zotin Bedo Çela, ish kryetari i Partisë Demokratike, zotin Vesel Koçia, ish kryetari i Partisë Demokratike. Nga lart, po na shikon dhe po na dëgjon dhe ju e pa dhe në shumë pamje, kryetarin e ndjerë zotin Hariz Mema, që sot falenderoj nga zemra zotin Mustem që ka ardhur dhe ka marrë pjesë në këtë takim duke anashkaluar dhe angazhime familjare. Falenderoj nga zemra gjithë ata që sot gjetën kurajon që të riktheheshin njëri tjetrit dhe të bashkoheshin në përvjetorin e 35. Por mua është një nder i veçantë që ne arritëm që pavarësisht mendimeve ndryshe se ndaj jemi Partia Demokratike e Shqipërisë, se kemi lirinë e mendimit dhe mendojmë ndryshe për shumë gjëra, ne sot të bashkoheshim. Ne sot bashkoheshim dhe të kemi këtu mes nesh demokrat që kanë qenë dhe janë dhe do të jenë demokrat, që për një periudhë kohe menduan ndryshe nga njëri tjetri, por është më se normale të mendosh ndryshe. E rëndësishme është që ndrosh për Partinë Demokratike, ti jesh demokrat, votosh Partinë Demokratike, mos shihesh te pushteti, dhe ky është shembulli idealist i gjithë miqve tanë dhe miqve të mi, si Malo, si Rexhepi, si Geni, si Gzimi, Veseli dhe Bedon e përmenda dhe gjithë, ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj këtu. Sigurisht, ne jemi shumë, ne jemi më shumë se kjo sallë, dhe unë kam fatin që t'jem deputetja juaj, kam fatin që të përfaqësoj një zonë e cila perceptohet si një zonë e majtë, por është një zonë që nëse ne bashkohemi, nëse ne jemi kështu siç jemi këtu sot, është një zonë që ka treguar që mund të fitoj bashki, është një zonë që ka treguar që mund të bëj fushata shkëlqyera siç e përmendi Shef Gogo, dhe këtu kanë kandiduar që nga kryeministri i Shqipërisë, kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, sepse e shikojnë si një zonë të rëndësishme. Dhe ndaj, ne sot do duhet që të fillojmë një rrugë të re. Një rrugë të hapjes Partisë Demokratike, të bashkimit Partisë Demokratike dhe të fitores Partisë Demokratike. Sepse ne kemi mundësinë dhe ne duhet të fitojmë, sepse ne dim të qeverisim. Partia Demokratike ka treguar me fakte që ka bërë më shumë për Sarandën se sa ka bërë në 13 vite Partia Socialiste. Në një bilancë të Sarandës kam parë shindra e mijëra kilometra rrugë rurale dhe rrugë qyteti, kam parë sjelljen e ri të Ksamilit, kam parë se si ka shndruar në fakt Konispoli, sepse Konispoli ka qenë pjesë e degës tonë deri para një viti, Finishi ka qenë pjesë e degës tonë deri para një viti, se si ka shndruar në kohën e Partisë Demokratike nga fshatra me rrugë fshati në qytete të zhvilluara, në qytete të cilët janë model për mandarinat, për agrumet e për prodhimet e tyre bujësore. Në fakt, unë kam nxjerrë disa të dhëna, por mendoj të mos i lexoj. Të dhënat e pushtetit Partisë Demokratike ju keni ndjerë vetë. Ajo që mua më intereson dhe që dua të përcjell nga kjo foltore sot, është ne mundemi
dhe ne do t'ja dalim. Ne mundemi të fitojmë dhe ne do të fitojmë. Ne mundemi të bashkohemi dhe ne jemi bashkuar. Ne mundemi të hapemi dhe të thrasim njerëz të rinj, kontributor të rinj të kësaj partie dhe do ta bëjmë atë. Ne mundemi të tregojmë se nuk jemi si ata. Ne mundemi të tregojmë se s'kemi nevojë për krimin për të fituar. Ne mundemi të tregojmë që idealet të cilat ndërtuan Partinë Demokratike dhe njerëzit të cilët e vranë frikën, njerëzit të cilët arritën të bashkoheshin kur gjithçka dukej e pamundur dhe themeluesit e di shumë mirë që edhe tanqet kanë pasur përballë, ne sot kemi detyrimin ta çojmë përpara ëndrrën e tyre, kemi detyrimin për të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për Partinë Demokratike. Dhe unë këtu dua të falenderoj të gjithë ata që kanë qenë kryetar të Partisë Demokratike, Lutfi Bajrami, Kol Biduni, Dimitraj Lapa, Pasionari Mika, Ylli Piro, Bejo Qela, Hariz Mema, Vesel Koqia, Manjola Nikolo dhe kryetarin aktual Shpëtim Ahmeti. Dua të falenderoj kandidatët për kryetar dhe kryetarët e bashkive tona, sepse edhe ata që nuk kanë fituar kanë bërë fushata shumë të mira se kundërshtari. Dhe dua të falenderoj zotin Çabajev Zëra, zotin Arben Buga, Edmond Gjoka, Kreshnik Bozo dhe Ardit Cikuli. Dua të falenderoj kolegët e mi apo ata që mund të kishin qenë kolegë, si Ridvan Peshkëpia, Blerim Qela, Leonard Demi, Besnik Aliaj, Astrid Patozi dhe Arben Ristani. Të gjithë në një moment kanë dhënë një kontribut për Partinë Demokratike, pavarësisht se disa nuk janë më sot në Partinë Demokratike, disa janë vetë përjashtuar nga Partia Demokratike, disa kanë zgjedhur rrugë të tjera, por gjithsecili vlerësohet për atë që bën dhe merr atë që meriton. Unë mendoj që ne kemi detyrimin të respektojmë çdo kontribut që është dhënë përpara dhe të shikojmë rrugën tonë drejt fitores, rrugën tonë drejt bashkimit. I përmenda jo pa qëllim, i përmenda sepse këtu para jush unë dua të marr një angazhim, i cili ka qenë një angazhim i marrë në fakt që në vitin 2021, por dua ta rinovoj kontratën me ju dhe uroj që të jetë e mundur që kjo kontratë të zbatohet. Dua të marr angazhimin që jo më kot kam zgjedhur, kam kërkuar dhe jam drejtuese politike 4 bashkive, sepse angazhimi im është çdo kontribut i juaj, çdo sakrificë e juaj, çdo moment dhimbje, çdo moment heqje nga koha familjare, çdo moment që ju keni dhënë nga koha juaj për Partinë Demokratike, çdo moment do të vlerësohet, çdo moment do të garantohet që do të marri mbrapsht gjithë mirënjohjen, gjithë falënderimin dhe të gjithë mbështetjen time në çdo moment që do të kem mundësi për të bërë më të mirën për ju dhe këtë ja u garantoj. Uroj shumë që koha të jetë e afërt. Bashkë e shikojmë se si është katandisur qeverisja. Sot kishim dhe një takim, një organizim për 35 vjetorin e Delvinës dhe në fakt e thash edhe atje dhe ta them edhe këtu. Pavarësisht mandateve të shumta që ka marrë Partia Socialiste, që ka grabitur Partia Socialiste, ju e dini shumë mirë që kur trashet, atëherë edhe këputet. Në këtë drejtim ju e dini shumë mirë se në çfarë gjendje është sot majoranca. Ju do të shikoni në ditët në vijim se si do të paraqitet para drejtësisë Edi Rama. Ju do të shikoni në ditët në vijim se si ngjarjet do të rrjedhin shumë shpejt, por ne nuk mund të jemi pritës të ngjarjeve. Ne duhet të jemi gati për të marrë përgjegjësi që na takon pas këtyre ngjarjeve. Duhet të jemi gati sepse koha nuk është nesër. Koha është tani. Koha është sot. Që nga kjo sallë ne të dalim të përgatitur, ne të dalim në moralin e kartës fituese e njerëzve cilët duhet të garantojnë gjithë qytetarëve që do të armëzojnë Edi Ramën, që do të shkohet me një qeveri teknike në zgjedhje dhe do të kemi mundësi që të fitojnë për shqiptarët, që të fitojnë për të qeverisur për ta,
që të fitojnë, që të tregojnë se Shqipëria bëhet dhe shqiptarët nuk kanë pse ikin nga Shqipëria, sepse këtu mund të ndërtojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ndaj desha edhe të luftoj në protestën e 24 janarit. Ka dyshime për protesta. Ka shumë që më thonë duhet proteste e dhunshme. Ka shumë që më thonë duhet proteste e qëndrueshme, të rrim atje. Ka shumë forma. Asnjë formë nuk përjashtohet. Gjithçka do të jetë në kohën e vet me një qëllim, për të arritur atë që duan demokratët. Ne nuk mund të harxojmë energji të demokratëve, të njerëzve që kanë sakrifikuar, pa e ditur që rezultati do të jetë ai që duan. Ndaj më besoni, çdo gjë në kohën e dur, më besoni që ditë më të mira do të vinë për demokratët, më besoni që sakrifica juaj do të shpërblet, më besoni që unë forcën e marr nga ju, e marr nga kjo sallë, e marr nga qëndresa juaj, e marr nga vota juaj, dhe gjithë bashkë do të arrijmë që Partinë Demokratike të Degës Saran ta kthejmë fituese dhe Partinë Demokratike të Shqipërisë ta kthejmë fituese. Të dashur miq, unë nuk dua ta zgjas sepse dua që të qëndrojmë në një koktejl që kemi më pas edhe të presim tortën e 35 vjetorit me urimin që 36 vjetori do të na gjejë duke i shërbyer qytetarëve, do të na gjejë duke bërë më të mirën për ta. Dua t'ju them që Partia Demokratike ka bërë gabimet e vet. Partia Demokratike ka shumë gjëra për të korrigjuar. Secili nga ne ka gabime në jetë. Ndoshta edhe unë kam gabimet e mia. Askush nuk është perfekt. Ne dim të pranojmë njëri tjetrin me gjithë gabimet, me gjithë momentet e veta dobta. Por duhet të kuptojmë një gjë, që brenda Partisë Demokratike gjithmonë kanë bizotruar dhe do të bizotrojnë ideali të mirës. Dhe nëse gabojmë, nuk gabojmë sepse orientohemi nga e keqja, por zgjedhim një rrugë të gabuar ndoshta për të mirën e momentit. Ndaj të bashkohemi rreth Partisë Demokratike, të bashkohemi rreth vlerave, rreth njëri tjetrit, të respektojmë njëri tjetrin me gjithë mendimet që kemi për elitën drejtuese, për deputetin, për kryetarin e partisë, për çdo, sepse jemi të mirë, të bukur, të respektuar edhe në diversitet, por mbi të gjitha duhet kuptojmë që ne kemi njëri tjetrin rreth parë. Dhe vetëm me njëri tjetrin do të arrijmë ta mundim regjimin. Vetëm me njëri tjetrin do të arrijmë të japim shembull që kur demokratët bashkohen, asgjë nuk e dalë fitoren. Shumë faleminderit, rrof Partia Demokratike, rrofshi demokratët, rrofshi ju dhe ju lutem na sillni tortën që ta presim të gjithë bashkë. Dhe faleminderit shumë gjithëve që keni ardhur, jeni bërë pjesë e 35 vjetorit të Partisë Demokratike. Hajde sa. Gëzuar rrof Partia Demokratike.